Unë jam fermer rreth 20 vitesh, që kam lënë emigrimin, kam ardhur këtu, kam marrë mjetët bujqësore, blej toka me qira rreth 50-60 hektar. Tashi i kanë grumbulluar firmat, tashi jemi në një krizë totale, që ne kanë bllokuar fare. Unë kam vetëm 5 hektarët e mia që kanë ngelur dhe tash i pashitur. Dhe do blejmë rreth toka, do t'i mbajmë. Blegtorin do t'a mbaj. Në blegtorin e imt, deri tash kam 400 krerë. Kurse lop kam 20 krerë. Blet kam 110. Kjo është për ne fermerët, është një ndihmë jo shumë e madhe si Maqedonia apo Kosova, si shtetet që kemi për krah, po është një ndihmë se familjare për neve fermerët, që është shtuar edhe kjo e viçave të 5.000 lekë si vjet, që nuk ka qenë këtyre vitesh. Prandaj neve duhet të ecim me fuqinë tanë që kemi për krah, nga subvencionimet, si në blegtorinë e himt, tek lopët, tek bletët, që të kemi plus minuset e këtyre të shteteve që kemi krah. Neve sikur na japin dhe çik krah shteti, neve akoma jemi në zhvillim. Se neve deri tash në këtë provoj kemi, këtë bujqësi. Unë sidoqoftë dhe mallin tek lopët, jam e përqendruar që t'i shtoj. Se nga tokat që janë shitur, nuk mund të dalim jashtë. Kurse ushqimin mund t'a grumbulloj në për fshatat e tjera. Edhe mundet t'i shtoj lopët. Vetëm nga kjo anë. Kurse nga këto të tjerat, i lutim shtetit që të voj dorë prap, që të ngrej prap dhe që këto subvencionimet. Kemi me këta rreth që kemi në krah. Për majmëri unë është e mira viçat këtu të ne, se qumshin ata presin nga jashtë. Edhe këtu ne me 600 lekë kilën e qumshit, edhe ata prap thonë do ta ulin. Nuk na intereson. Kam rreth 35 vjet që kur u prish ndërmarrja, më jam marrë me blegtori dhe kryesisht me lop. Dhe mundim kanë shumë. Po edhe shpenzime kanë, po me të keq jemi marrë sa jemi ushqyer. Tash me këtë skemën e re që po thon këta, mirë është se unë më shumë kam mbajtur edhe viça, më shumë për shtesë, se sa qumshi nuk na ka pasur shumë leverdi, me 500 lekë që shitet është shumë më shumë. Dhe kam mbajtur gjithmonë viça. 500 lekë është ujë, sa është 600-700 lekë gjysmë kile ujë. Qumshi është 500 lekë, është turpi zoti. Ndërsa viçat i kam mbajtur, po deri tani i kam mbajtur kot, s'kemi patur ndonjë shpërblim, ndonjë gjë. Nëse do bëhet kjo, do jetë shumë mirë për neve. Është një ndihmë e vogël, se shpenzimet që kemi nuk llogariten. Merr toka me qira, merr bli koncentrat, bli. Po patjetër do shtojmë, sidomos viçat, se unë lop kam pasur, deri vjet kam pasur 10-12 krerë, po i kam paksuar, tash një t'i janë dorë fare, nuk. Po që kjo, se nga viçat kenë qikëm shumë leverdi. Të blerë, të lopëve, edhe kam blerë edhe kam ashtu. Ju ndihmon apo jo? Na ndihmon qikë më ndryshe, se mishi qikë më mirë ka qenë.